Zbardhen të tjera detajet të rënda. Filipinezi e mbajti trupin e Ilarias Ulës mbi 20 orë në apartament pas vrasjes. Gjurmëgjaku janë gjetur në apartamentin e rrugës Homs, ku është vrar Ilarias Ula. Ato u zbuluan të mërkurën pas dite nga hetuesit e policisë shkencore, të cilët po kryenin një inspektim në vendngjarje. Një tjetër kontroll do të kryhet ditën e sotme. Sipas të dhënave paraprake, reja është goditur me thik të paktën 4 herë, duke plagosur fatalisht në qafë. Gjaku është gjetur kryesisht në dhomën e gjumit të vrasësit. Për 23 vjeçarin, por shqyrtohen rrethana rënduese të vrasjes me paramendim dhe mizoris. Deri tani ai akuzohet për vrasje dhe fshehje të trupit, por gjithçka do të varet nga provat e mbledhura në apartamentin e lagjes Afrikano, ku ai jetonte me prindrit. Hetuesit po përpiqen të gjejnë armën e përdorur për vrasjen. Një thik e pastër është sekuestruar, por dyshohet se nuk është ajo me të cilën Mark Samson vrau ish të dashurën e tij. Megjithatë është gjetur edhe një tjetër thik mbi të cilën po kryen ekzaminime të mëtejshme. 23 vjeçaria ka deklaruar se ka hedhur armën në një kosh mbeturinash, por ky detaj mbetet i paqartë. Trupi viktimës u mbajt në apartament për më shumë se 20 orë. Një tjetër e dhënë tronditse e timeve është fakti që vrasësi e mbajti trupin e pajetë Ilarias Ula në shtëpi për më shumë se 20 orë përpara se ta transportonte dhe ta hidhte në një gremin. Ky detaj u zbulua përmes një autoveloksi i cili ka regjistruar makinën e familjes Samson pranë komunës Polit, ku 23 vjeçari u përpoq të fshinte trupin e viktimës brenda një valixheje. Makina është filmuar rreth orës 18 të datës 26 mars, ndërsa Ilaria nuk ishte parë më që nga nata e kaluar. Ora e saktë e vrasjes ende nuk është përcaktuar, por dihet që 22 vjeçaria ka shkuar në shtëpinë e Markut rreth orës 21:30 të natës së 25 marsit për arsye të paqarta. Dyshohet se ajo është vrarë në dhomën e gjumit atë natë, ku janë gjetur edhe njollat e gjakut. Trupi i saj është mbajtur në shtëpi të paktën deri në orën 17 të ditës tjetër, duke llogaritur se rruga për në vendin ku foma zgjat rreth 1 orë.